Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë khairul a'mali 'inda Allah, veprat më të vlefshme, më të dashura tek Allahu janë ata të cilët kanë vazhdimsi, qofshin edhe të pakta. Pra, në fund drejt për drejt ky hadith tregon se vërtet tek Allahu i Madhërisht është më e preferuar dhe më e dashur kjo kontinuiteti, vazhdimësia çdo ditë nga pak sesa si themi ne gjuhën e popullit me turra, pra në një ditë me lezu shumë, pastaj disa ditë me ngec. Kjo e rrezikon qëndrueshmërinë. E rrezikon, faktikisht nuk është kjo që kërkohet. Nuk është qëndrueshmëri. Nuk është qëndrueshmëri kjo. Qëndrueshmëri është që kjo kontinuiteti në çdo, pra fillimisht kur thot pra pak edhe vazhdueshëm është më mirë se sa shumë edhe me ndërprerje. Mirë, po këtu duhet me pas parasysh, nuk jemi duke fol për pak, kur themi pak, nuk jemi duke folur për milan anash farzet. Namazin, agjerimin, domthonë këto që janë obligative. Ne jemi duke fol në veprat nafile që njeriu i fut në programin e praktikës. Përmes të cilave ngritet. E këtu më shumë preferohet që të kesh vepra, qofshin edhe ato të pakta, po që i bën çdo ditë, sesa në një ditë të javës ndoshta me bash shumë, pastaj ditëve tjera me mbetë pa asnjë. Po i kthemi Kuranit me është shembull. Më mirë çdo ditë nga një faqe sepse çdo 10 ditë 20 faqe. Po ashtu. Në fakt edhe praktika, tash po kthejmë edhe praktika, secili mundet ta mendoj ose ta shikoj veten e tij. Praktikisht kjo është edhe pothuajse, s'po them e pamundur, po nuk është produktive. Për arsye se vërtet nëse ti kime lezu poezojmë disa faqe ose disa gjuza të themi gjatë një dite, është shumë problematike ti me gjetë një kohë kaq të gjatë për me realizu atë përkushtim të cilën po e pretendon që e ke lënë anar disa ditë. Po flasun praktikisht nga përvoja jam personale në këtë Ramazan. Po them personalisht, disa ditë nuk arrita me lexu një gjuzë në dite, për shkak disa angazhime, dhe thash haj se mas 3-4 dite do t'i kompenzoj, po nuk arrita t'i kompenzoj. Për arsye se dita tjetër vjen me obligime dhe kërkesa tjera dhe aty e posh praktikisht do të thonë që kjo është shumë vështirë të kompenzohet. Prandaj më mirë është njeriu ndoshta edhe nëse e ka në një obligim apo diçka ta menaxhoj veten e tij dhe gjithsesi ta detyroj veten e tij me e zbatu atë me të cilën don me manifestu atë kontinuitet e jo të thot hajt se pasandej me shtyë dhe me dham pasandej për arsye kjo shkakton me prish